Të dashur shikues, tani më është koha që të realizojmë një bisedë në studio. Këtu bashkë me mua kam kënaqësinë të kem psikologën klinike Lindita Lika, e cila së fundmi ka publikuar edhe një libër të quajtur Thënie motivuese psikologjike, por veçantia e gjithë këtij libri është se ajo do ta dhuroj falas për të gjithë personat që kanë nevojë. Lindita, mirë se erdhe, faleminderit shumë, është kënaqësi të kemë këtu në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjeta. Nisim pak flasim për librin që e ke publikuar së fundmi? Po. Çka mund të na tregosh në lidhje me librin dhe si të ka lindë gjithë ideja, apo besoj që gjatë eksperiencave tua si psikologe klinike e ke pa edhe të nevojshme që ta publikosh edhe një libër me thënie motivuese? Po, libri ka qenë dëshire ka moçme imja, mirë po tash është shndru edhe në realitet. Ka qenë një ëndër që kam pasur si qëllim motiko për me realizu, për shkak se edhe profesioni ynë është vetë human, edhe për këtë arsye kam dashur që të deportoj pak edhe tek lexuesit, të cilët ata që kanë nevojë që të motivohen ose stimulohen pak në aspektin e leximit. E çka përmban libri, ka thënie të ndryshme? Po, libri është i ndarë në shumë kapituj, përmban diku është rreth 300 faqe me 12 kapituj që ka tema të ndryshme, të cilat janë inspiruese, motivuese, ka të bëjë me guximin, vetvlerësimin, vetbesimin, ngritjen emocionale që çdo person mund ta gjejë veten aty. Tashmë po e shohim edhe librin e kemi në ekran, Thënie motivuese psikologjike. A mund të na tregosh edhe pak më shumë në lidhje me atë idenë që ke pasur dhe që do ta ndash falas, do ta dhurosh falas për të gjithë personat që kanë nevojë. Një ide goxha humane, siç e përmendë. Po, vetë fakti që punoj si psikologe rreth 7 vite, e kam kuptuar që shëndeti mendor nuk është diçka luks dhe është shumë i nevojshëm që të kemi kujdes. Dhe për këtë arsye kam vendosur që ta shpërndaj falas dhe ta jap të gjithë ata që kanë nevojë dhe për t'i mbështetur sadopak që të reflektojnë, sepse me anë të leximit mendoj që sadopak mund të ndikoj pozitivisht në mendimet dhe reflektimet e njerëzve. Dhe ky libër mendoj që secili person mund ta gjejë veten aty dhe të inspirohet sadopak që të mendoj pozitivisht. A na tregon pak më detajisht në momentin që një person e merr librin në dorë, çka ke dashur ti me përçu, çfarë mesazhe ke dashur me përçu kryesisht ata persona që marrin librin në dorë, e lexojnë, kanë nevojë për librin, në çka i ndihmon konkretisht ata persona? Mesazhi kryesor i librit ka qenë qëllimi që njerëzit të mos dorëzohen asnjëherë, sado që të kem pengesa gjatë jetës, nuk duhet të dorëzohemi, sepse motivimet dhe inspirimet që i gjej në librin që unë e kam botu janë motivimet që e shtyn një person që të mos dorëzohet dhe të vazhdojë drejt realizimit të çdo ëndre që ka për jetë. Kështu që çdo thënie, çdo kapitull e ka aty një inspirim që mund ta gjejë çdo lexues dhe të vazhdojë përpara që të mos dorëzohet asnjëherë. Padyshim që po, leximi është i rëndësishëm për të gjitha grup moshat, edhe deshta me të pyet në lidhje me atë se a ka të bëjë me grup mosha, a mundet edhe një fëmijë me marrë me lexu këtë thënie motivuese, edhe mbase çysh ka më ndikuar për një kohë më afatgjatë në shëndetin e tyre mendor? Po, libri nuk është i përcaktuar për grup mosh, meqense të gjithë mendoj që kemi nevojë që të gjejmë inspirim tek librat që janë sidomos librat motivues psikologjik, dhe këtë libër ju rekomandoj të gjithë dhe mund ta lexojnë të gjithë, dhe kjo do të ndikoj tek shëndeti mendor edhe tek fëmijët, sepse leximi i hershëm në këtë çështje është shumë i rëndësishëm, për shkak se kur të arrin në një moshë atëherë janë të vetëdijshëm se çfarë mund të ballafaqohemi në jetë, mirë po të mos dorëzohemi asnjëherë. Linda, a na tregon pak më shumë, le të ndalemi pak edhe te ideja, sepse është ide goxha e mirë dhe është goxha humane, e përmenda që ta dhurosh për personat që kanë nevojë, por mbasi edhe për ata që nuk kanë nevojë, por vetëm thjesht dëshirojnë që ta lexojnë librin me thënie motivuese psikologjike. A na tregon pak çysh ka lindë gjithë ideja, a ka të bëjë me atë që ti gjatë 7 viteve përvoj si psikologe klinike e ke pa të nevojshme, e ke pa të arsyeshme që njerëzit me të vërtetë pas kanë nevojë që të lexojnë thënie motivuese
motivuese psikologjike, edhe me na tregu pak më shumë për idenë dhe a ka raste që e ke dhuru, do thot, a ka ndonjë rast që nga promovimi, që nga publikimi i librit që e ke dhuru? Po ideja ka ardhe vetë profesioni im si psikologe që punoj që 7 vite, ka ardhur kjo ide për shkak se profesioni im është shumë human. Edhe unë që 7 vite që punoj, po ashtu e kam edhe misionin tim që rastet që janë sociale në klinikën time i trajtoj pa pagesë, dhe kështu që tër jetën e kam përdor humanizmin tim në atë që ka nevojë për njerëzit. Dhe kjo kam menduar shumë gjatë dhe mendoj që sadopak nuk është ndoshta shumë, por një fjalë, një thënie e thjeshtë mund ta motivoj ose të inspiroj dikën për të vazhduar më tutje. Për shkak se po ballafaqohemi tash në kohën e sodit shumë me gjëra që i përkasin shëndetit mendor dhe mbi ngarkesat e shumta që janë, kështu që kam menduar që të sjell sadopak diçka të dobishme për lexuesin. Dhe gjatë promovimit po kam dhuruar libra dhe tash kopjet e para të gjithë që janë bërë të gjithë do të dhurohen falas për të gjithë ata që lexojnë dhe kanë dëshirë ta lexojnë atë libër. Ide shumë e mirë dhe gjestë shumë e mirë, unë të përgëzoj për gjestin dhe të përgëzoj për librin, duke qenë se përmende disa prej arsyeve që njerëzit në base dhe kanë nevojë për shërbime psikologjike, andalemi pak këto përveç mbi ngarkesës së madhe në punë ose mbi ngarkesës së madhe në aspekte të tjera të jetës, cilat janë disa prej arsyeve që njerëzit vinë të marrin shërbime psikologjike, çka po i shqetëson njerëzit më së shumti në Kosovë? Mendoj shumë tash edhe sidomos po fokusohem tek mosha e të rriturve, për shkak se punojmë edhe me fëmijë dhe me të rritur, mirë po tek pjesa e të rriturve zakonisht po ndikojnë edhe rrjetet sociale dhe kjo po shkakton shumë ankth dhe që po kalon edhe në depresion, stres dhe mbi ngarkesat shumta për shkak se po kalojnë shumë kohë në telefon dhe kjo gjë po e mbi ngarkon trurin, për shkak se truri ka kapacitet atësa është e nevojshme për të bartë informacione, jo atësa ne nuk mund ta kontrollojmë atë gjë dhe pastaj vjen deri tek mbi ngarkesa. Dhe problemet më të shumta tash në kohët e sodit është stresi, ankthi, depresioni, gjë që po ballafaqohemi çdo ditë me ankesa të klientëve. Padyshim që po, përdorimi i rrjeteve sociale tash shohim që është një përdorim masiv i tyre dhe po ashtu po shohim ke mundësinë të shohim përmbajtje të ndryshme, ke mundësinë të shohim edhe gjëra të ndryshme, video e foto, dhe padyshim që mund të ndikoj po ashtu edhe në shëndetin tonë mendor, apo jo? Po, padyshim ndikon për shkak se jo të gjithë i kanë kushtet e njëjta dhe kjo lakmia për të qenë në aspektin pozitiv është mirë, po kur lakmojmë diçka negative kjo e mbi ngarkon trurin, për shkak se nëse e shet dikon që është diçka më shumë ose është mirë nëse motivohesh, mirë po në luks ose diçka tjetër, dhe kjo po shkakton pak telashe edhe tek njerëzit, për shkak se po mbi ngarkohen pa nevojë dhe po ju shkakton stres, depresion, mbi ngarkesat trurit. A ka përmbajtje të tillë, thënie të tilla motivuese në lidhje me këto? Po, është i përfshirë edhe ulja e vetbesimit, se shumë persona kanë ulje të vetbesimit zakonisht në rastet kur bullizohen dhe kjo gjë ju shkakton ulje të vetbesimit për shkak se nëse nuk e vlerëson veten atëherë është diçka që kjo ulje të vetbesimit dhe kalon në një gjendje këgjë të rëndume emocionale dhe kjo pastaj ka nevojë për një trajtim afatgjatë. Personalisht ta mendon që ka njerëz që mbase edhe e marrin mundin, le të themi kështu, që të kërkojnë, të ulumtojnë në lidhje me atë se si mund të ju largohen këtyre dukurive, si mund ta përmirësojnë shëndetin e tyre mendor, qoftë me anë të librit, siç e keni publikuar ju, a ka interesim të njerëzve që të përmirësojnë shëndetin e tyre mendor? Po, interesimi tash është, sidomos në vitet e fundit, është shumë i dukshëm dhe mendoj që është një vetëdijsim shumë i mirë i gjithë personave, për shkak se më herët ka pas disa mite që kanë qenë popullore që të psikologu është dobësi të shka
shkosh, mirë po të psikologu nuk është dobësi të shkosh, vetëm është kujdes i shëndetit mendor. Padyshim që po edhe unë e kam vërejtur këtë gjë edhe në rrethin shoqëror që tashmë nuk është që mund të merret si diçka e keqe, nuk është që mund të përqeshesh, që të shkosh te psikologu, por po shihet si diçka që është e nevojshme dhe çdo njeri ka nevojë që të flasë me një psikolog apo jo. Po padyshim se pse tash edhe fëmijët po kalojnë shumë kohë në telefon dhe kjo gjë po ju përkeçon edhe vazhdimsinë e rritjes së fëmijëve dhe kjo gjë duhet të drejtohet te psikologu për shkak se kur është mosha më e hershme mund të parandalojnë dukuritë negative, mirë po kur të kalon një moshë pak më të rritur atëherë edhe psikologu është pak më e vështirë puna e psikologut, për këtë arsye sugjeroj të gjithë prindërit që kanë shohin ndonjë shqetësim ose diçka tek fëmijët e tyre për t'i parandaluar dukuritë negative duhet të drejtohen absolutisht tek psikologu. Megjithatë, duke qenë se jemi të fëmijët padyshim që mbase ndihmën e parë dhe bisedën e parë që duhet ta bëjnë është me prindrit. Sa në bazë të eksperiencës tënde, sa janë të informuar prindrit për shëndetin mendor të fëmijëve, edhe sa i ndihmojnë mbase fëmijët e tyre në momentin që ata kanë nevojë për një bisedë të thjeshtë, duke qenë se mund të përballen fëmijët edhe me shumë strese në shkollë, me detyra të shtëpisë, me gjëra të ndryshme që përgjatë gjithë jetës. Po, kjo gjë vrehet tek fëmijët të cilët kanë prindërit bashkëpunues, i vrej me njëherë për shkak se përderisa prindi nuk është bashkëpunues me fëmijën, atëherë fëmija vjen deri tek ulja e vetbesimit, edhe kjo gjë i shkakton telashe edhe në shkollë për shkak se mbyllet në vetvete, edhe në aspektin e mësim-nxënjes ka pengesa për shkak se nuk është i socializuar ose dhe kjo gjë po shkakton kjo gjë shumë telashe, mirë po në kohët e tashme prindërit janë vetëdijsuar edhe më shumë dhe bashkëpunojnë sa më shumë me fëmijët dhe mendoj që nuk është një diçka që nuk është që mungon për kujdesja e prindërve në këtë aspekt dhe janë shumë social në këtë aspekt dhe për një gjë shumë më të vogël drejtohen tek profesionistët e shëndetit mendor. Ky po që është një lajm i mirë dhe po që është një përmirësim që mbasi edhe vret dukshëm në vendin tonë. Linda, duke qenë se jemi edhe në fund të bisedës, andalemi edhe njëherë të libri edhe një mesazh të vogël, një informacion për atë se çka përmban libri edhe çka do të dojë ti që lexuesit të përmirësojnë në momentin që marrin librin e lexojnë, një mesazh të shkurt nëse kishe mund për fund. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe kisha dashur dëshirë që të gjithë ata që po na dëgjojnë tash dhe po na shikojnë që të marrin librin sepse është një libër që me të vërtet ja vlen dhe është shumë inspirues dhe mendoj që sadopak çdo lexues do ta gjej veten sepse kam përfshirë shumë kapituj që mund ta gjejnë veten secili në atë temë ose thënie dhe mendoj që për fund një mesazh që njerëzit asnjëherë nuk duhet të dorëzohen në arritjen e qëllimeve dhe ambicieve të tyre për shkak se nëse dorëzohemi atëherë kjo gjë është dështem dhe për këtë arsye nuk duhet të dorëzohemi, duhet të vazhdojmë të ecim përpara për të realizuar qëllimet dhe synimet tona. Faleminderit shumë për këtë mesazh, të përgëzoj edhe një herë për librin, të përgëzoj edhe një herë për idenë që ke vendosur ta dhurosh për të gjithë ata që kanë nevojë dhe ishte shumë kënaqësi të të kem këtu në studio. Kënaqësia ime, faleminderit.